Dashi, sot një shkëndijë e re gjallëron shpirtin tënd dhe të fton të përqafosh të panjohurën. Në dashuri, komunikimi do të jetë qelësi, kushto vëmendje fjalëve dhe ndjenjave që shpreh. Në punë, mos hezito të shfaqësh idetë tua kreative, ato mund të shndërrohen në projekte të frytshme. Kujdesu për financat duke vlerësuar me kujdes shpenzimet dhe duke planifikuar më mirë për të ardhmen. Një qetësi e brendshme po të mbështjell. Shfrytëzo këtë paqe për të reflektuar mbi qëllimet e tua afatgjata. Sot është një moment i përshtatshëm për të medituar dhe për të rikthyer balancën e brendshme. Ndërsa dita rrjedh, lëri ndjesit të udhëheqin me butësi drejt horizonteve të reja. Beso në intuitën tënde dhe mos e humb optimizmin. Demi, sot do të ndjeni një dëshirë të fortë për të përmirësuar marrëdhëniet me ata që ju rrethojnë. Në dashuri, komunikimi juaj i sinqert do të sjellë intimitet më të madh. Në punë, është momenti i duhur për të marrë përgjegjësi të reja dhe për të treguar aftësitë tuaja unike. Është e rëndësishme të mbani një qasje pozitive dhe të mos dorëzoheni përballë sfidave. Financat tuaja mund të kërkojnë vëmendje, ndaj kontrolloni shpenzimet për të shmangur surpriza të padëshirueshme. Ndërsa dita përparon, do të ndjeni më të qetë dhe të gatshëm për të përqafuar mundësitë e reja. Kujdesuni për veten dhe kushtoni pak kohë për reflektim, kjo do t'ju ndihmojë për të gjetur paqe të brendshme dhe ekuilibër. Binjakët, sot është një ditë e përkryer për të lënë mënjan frikërat dhe për të ndjekur zemrën. Në marrëdhëniet personale, kushtoi vëmendje emocioneve të partnerit dhe mos nguro t'i shprehësh ndjenjat me fjalë apo gjeste të vogla. Në punë, ndërmerr hapa të sigurt drejt qëllimeve të tua. Një qasje më e strukturuar do të ndihmojë të arrish suksese të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmang investimet e rrezikshme për momentin. Sot ndjen një energji të re që të frymëzon për aventura dhe krijimtari. Lëri mendimet të rrjedhin lirshëm dhe shijo frymëzimin që të rrethon. Mos harro të kujdesesh për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të sjellë paqe dhe qetësi të thellë. Kjo është dita jote për të shkëlqyer. Daforia. Sot është një ditë për të thelluar lidhjet e tua shpirtërore dhe ndjenjat e brendshme. Mund të ndihesh i motivuar për të shprehur emocionet që ke mbajtur të fshehta. Në dashuri, momentet e vogla të intimitetit do të kenë një ndikim të madh dhe do të ndihesh i plotësuar. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos hezito të kërkosh ndihmë nga ata që i beson. Një bisedë e rëndësishme me një koleg mund të sjellë qartësi për çështjet që të shqetësojnë. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por është koha për të bërë një planifikim më të detajuar për të ardhmen. Kujdesu për veten, sepse një shëtitje në natyrë mund të japë freskinë dhe qetësinë që kërkon. Luani. Sot energjia është në kulmin e saj dhe ndjenjat janë të ngrohta si rrezet e para të pranverës. Është koha e duhur për të përforcuar lidhjet që keni me të dashurit tuaj. Një surprizë e vogël do të ndihmonte në mbajtjen gjallë të pasionit. Në punë, përpjekjet tuaja të mëparshme fillojnë të japin fritet e para. Mos keni frikë të merrni iniciativa të reja, edhe nëse duken të guximshme. Situata financiare duket e qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një analizë e kujdesshme do të shmangë çdo keqkuptim. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë do t'ju ndihmonte të rigjeni harmoninë e brendshme. Mësoni të vlerësoni momentet e thjeshta dhe të lëreni shpirtin të ndriçojë. Falenderoni universin për bekimet e tij. Virgjëresha. Energjia pozitive e kësaj dite do të ndriçojë çdo cet të jetës suaj. Në dashuri, mos hezitoni të ndani mendimet dhe ndjenjat me partnerin. Komunikimi do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë një ndjenjë qetësie. Në punë, kreativiteti juaj do të tërheqë vëmendjen e kolegëve dhe e prorëve. Është koha e duhur për të propozuar ide të reja që mund të rrisin produktivitetin. Financat do të kërkojnë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Ruani balancën dhe përqendrohuni në prioritetet tuaja. Sot do të ndjeni të mbushur me frymëzim dhe energji, duke ju dhënë mundësinë për të përkushtuar ndaj kujdesit për veten. Frymëzimi i brendshëm do t'ju udhëheqë drejt një dite të mrekullueshme. Dëshorja. Ditën e sotme, qielli duket i mbushur me mundësi të reja që të ftojnë të hapësh zemrën. Jep dashurisë një mundësi të re për të lulëzuar, pasi dikush i veçantë mund të hyjë në jetën tënde. Në punë, tregohu i vendosur dhe mos hezito të propozoj një ide që ke kohë që e mendon. Mund të jetë çelësi drejt suksesit. Sa i përket financave, është momenti për të krijuar një plan më të mirë menaxhimi, duke kursyer për një projekt të ardhshëm. Ndjesitë e përgjithshme sot janë të lumtura dhe ti ndihesh më i qetë se zakonisht. Qetësia e brendshme do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Kujdesu për veten dhe për të tjerët që të rrethojnë, duke shfrytëzuar energjinë pozitive që të falë kjo ditë. Akrepi. Energjitë e sotme të sjellin një ndjesë reflektimi të thellë.
Në dashuri, marrëdhëniet do të marrin një drejtim më të qartë. Komunikimi i sinqert është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim të vogël. Në punë mund të ndihesh disi i ngarkuar, por mos harro se fuqia dhe vendosmëria janë aleatët e tu. Shfrytëzo këtë ditë për të bërë një plan të qartë për projektet e ardhshme. Financat kërkojnë vëmendje, kështu që bëj kujdes me shpenzimet impulsive dhe mendohu 2 herë para se të investosh. Ndërsa dita përparon, sigurohu të marrësh pak kohë për veten. Një meditim i shkurtër ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh harmoninë e brendshme. Mos harro, sot është një ditë për të ndjerë i qetë dhe i lidhur me veten. Shigjetari. Dita sot karakterizohet nga energji pozitive që ndikon në marrëdhëniet personale. Ndriçimi i yjeve sjell harmoni në dashuri, duke krijuar mundësi për biseda të thella dhe të ndjera me partnerin. Nëse jeni vetëm, zemra juaj mund të ndjejë një tërheqje të re, ndaj keni hapur mendjen dhe zemrën. Në punë, synimet tuaja fillojnë të marrin formë konkrete. Mund të ndjeheni të frymëzuar për të ndjekur projekte të reja që kërkojnë kreativitet dhe iniciativë. Kujdesuni për financat duke rishikuar buxhetin tuaj dhe duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, mos harroni të merrni pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të qetësojë mendjen dhe do të ushqejë shpirtin. Frymëzimi i ri po troket në derën tuaj sot. Briciapi. Ndërsa dielli lind sot, energjia juaj rritet dhe ju fton të përqafoni çdo mundësi që del përpara. Një ditë e ardhur për t'i kushtuar vëmendje lidhjeve familjare dhe miqve të afërt. Në punë, projektet në pritje kërkojnë përkushtimin tuaj dhe ju ftojnë të merrni vendime të mençura. Financat mund të kërkojnë pak përkujdesje, shpenzoni me kujdes dhe planifikoni me zgjuarsi për të ardhmen. Në dashuri, hapni zemrën dhe tregoni ndjenjat me guxim. Kjo do të krijojë një atmosferë harmonike dhe të ngrohtë në marrëdhëniet tuaja. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të gjeni kohë për pak relaksim. Një shëtitje e gjatë në natyrë mund të ndriçojë mendjen tuaj dhe t'ju rikthejë qetësinë e brendshme. Ujori. Sot ndjesit tua do të zgjohen si petalet e një luleje. Në dashuri, mund të marrësh një mesazh të papritur nga dikush që të ka munguar. Bëj një hap drejt tij dhe shijo momentet e vogla të lumturisë. Në punë, projektet që ke nisur do të shfaqin përparime të vogla, por mos humb durimin. Kujdesu që të organizohesh mirë dhe të mos lësh pas dore detajet e vogla. Financat mund të kërkojnë një rishikim të shkurtër. Planifikimi do të ndihmojë që të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, energjia jote e brendshme do të jetë në harmoni me universin. Shfrytëzo këtë ditë për të medituar, për të lidhur me natyrën dhe për të ndjerë qetësinë që të mban të ekuilibruar. Peshqit. Sot, jeta do të ndriçohet nga energjia pozitive që ju rrethon. Në dashuri, ndjenjat e thella do të shkëlqejnë dhe do të ndjeheni më të afërt me partnerin. Nëse jeni beqar, përgatituni për një takim emocionues që mund të ndryshojë perspektivën tuaj. Në punë, mbani fokusin mbi detajet dhe përpiquni të jeni të qetë para sfidave të reja. Një mundësi e papritur financiare mund të shfaqet, por tregoni kujdes dhe analizoni çdo hap me qetësi. Sot është dita ideale për të medituar dhe për të lidhur me natyrën, duke rigjetur paqen e brendshme. Dëgjoni intuitën tuaj, sepse do të jeni në harmoni me universin. Lejoni vetes ta shijoni çdo moment dhe lëreni pozitivitetin t'ju udhëheqë.